Lavdiatit. Shalom, shalom, vlla motë kudo që po e dëgjon, Olger Spahi nga Zeri Mesias, kjo është miqësia shërbesa tonë, asambleja ku ne mblidhemi zakonisht në Telegram, por ti po e shikon ndoshta në Facebook ose në YouTube, ku në një kohë e kam ngarkuar për të shpërndarë lajmin e mirë Lavdiatit të mbretërisë. Okej, do vazhdojmë në takimin sot, për lavdit të tia. Tani unë do mundohem të vej një këngë, sepse duhet ta bëjmë përpara atit, sepse thot shkrimi që kur mblidhet kisha asambleja vërtetë duhet i bien Borisë, sepse është një statut i përjetshëm, është një urdhërim i përjetshëm lavdiatit. Dhe gëzojmë zemrën e atit, dhe kjo mos andaj na bën që ne të kujtohemi përpara Zotit tonë, dhe ati thot unë jam Jahve Zoti juaj. Unë jam autoriteti i vetëm, më dëgjoni mua, çfarë unë kam thënë në urdhrimet e mia, lavdiatit, dhe këto janë urdhrimet e tia, që shumë herë vëllain ti e dëgjon për gjëra të tilla, për aspekte të jetës në përjetësi, lavdiatit. Okej, më lejo të vej një këngë që do flasim më së ndaj për ata aspekt, ja një moment. Do vej një buri më së ndaj dhe ndoshta ti do ta dëgjosh, por nuk mund ta shikojmë, po aty do bjerë buria. Lavdiatit, kam bërë një video kohë më përpara që më së ndaj mund ta postojmë, por ti do ta dëgjosh së shpejti, që kam vendosur disa vargje dhe më tepër buria shofari që quhet nga hebraistja na sensibilizon zemrat, dhe në këtë rast është urdhrimi i atit që neve duhet i bien, sepse buria lajmëron, vëlla motër, siç e dimë, buria në këtë rast lajmëron për diçka. Tani pse lajmëron buria në zemrat tona? Lajmëron për ardhjen e Mesias, si sot Joeli 2 apo Isaia 6 apo Mateu 24, zbulesa buçet me burinë e atit, që neve të ecim në rrugët e tija, në urdhrimet e tija, lavdiatit. Ja një moment ta gjej nga e kam, duhet ishte diku këtej, për lavdit të tia. Halleluja, do më falësh një moment. Okej, gjeta. Atë vim për para fronit tënd, o atë, në emër të Jashuas. E dëgjojnë burinë, e dëgjojnë shofarin tënd, kur engjëlli i fundit, engjëlli i Borisë 7, do bjerë për të lajmëruar botën përfundimisht për ardhjen e birit tënd, për të vendosur mbretërinë tënde, këtu në tokë, ku i drejti që ecën në udhët tënde, në rrugën tënde, në urdhrimet tënde, do banoj tokën për jetë, të jetë pjesë e atij qytetit, sepse ka realizuar në zemrën e tij që ka shkelur ligjin tënd dhe dëshiron të ecë në rrugët tënde për marrjen e jetës së përjetshme me anë të pendimit dhe besimin tek Mesia Jeshua, që na tregoi atë ligjin e përsosur në sjelljen që ai pati, pa shkelur, pa njolla, duke ecur në ligjin tënd, o atin. Lavdi emrit tënd. Lutem që ky mësim të jetë bekim për çdo person që do ta dëgjojë. Lutem atë që të sjellësh një zgjim në zemrat tona, një veçim në emër të Jashuas. Të nështrojemi emrit të tia për veçimin që ti kërkon, për ndarjen nga çdo praktikë, nga çdo sjellje që është e kësaj bote kundra ligjit tënd. Lutem atë për ata që ndoshta janë duke dëgjuar dhe nuk janë në beslidhje akoma. Lutem atë që të marrin
zemrat e tyre për ulje, për para teje, për të kthyer, për të penduar, për çdo shkelje të ligjit që kanë bërë, për të besuar tek biri tënd, Yeshua Mesian Krishtin, që ti na dhe për faljen e mëkateve të shkeljeve të ligjit dhe për të marrë dhuratën e frymës shenjtë, për të na ringjallur në atë ditë, për lavdit e emrit tënd. Në emrin e Yeshuas lutem atin. Amen. 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 Lavdjatit. Do vazhdojmë në takimi, mirë se erdhe edhe një herë. Falenderoj që je këtu së bashku me neve, si dhe për ju vëllezër dhe motra që jeni këtu. Do vazhdojmë në takimi. Të inkurajoj për ju që po e dëgjoni në këtë rast online. Vllai inkurajon, qëndro duke dëgjuar mësimin për të paktën në këtë rast të merr kohën tënde, dëgjoje të tërë, ndoshta 40 minuta sot, 30 minuta nesër, riktheu për lavditë të tia që ti të marrësh mirësinë e Atit dhe formimin tënd, sepse duke dëgjuar mësimin të plotë do kuptosh shumë aspekte, si dhe mësime që vllai ka bërë, ti mund të shikosh në kanalin ton Azeri Mesias, ku dalë dhe përdor masandaj është kanali i kishës, si dhe faqja time personale në Facebook, është për mbretërinë e tia. Lavdjatit. Do vazhdojmë për lavditë të tia. Atëre, jemi në këtë rast në besoj është në ligji për të rirë në Eksodi. Eksodi 24. Eksodi 24. Tani kështu Moshe preu 2 pllaka guri, sepse ati kishte thënë për të prerë 2 pllakat e gurit, që këto ishtin të dyta, se të parat ai thevi kur erdhi, masandaj nga mali zbriti poshtë, pa që kishte ndodhur diçka jo e pëlqyeshme përpara atit. Që ati masandaj që lart i tha zbrit poshta, sepse kanë bërë tha demi që ishte masandaj Hathor, që ishte hynia që adhuroshe në Egjipt, që ngritën populli Izraeli, se thanë ku vajti ky profet Moshe, nuk dihet nga ka shkuar, dhe filluan të krijuan në Zotin e tyre. Dhe thanë, dëgjoj Izrael, ja ku e Zoti juaj, dhe krijuan Zotin e tyre, ndoshta kam këtuja për momentin për ta dhe ti ta shikosh, po dhe ta shikosh vetë çfarë ndodhi në atë kohë dhe ku ishin dhe çfarë ndërtuan në këtë rast, dhe çfarë thot Bibla që kush ishte kjo hyni që masandaj shikon e lojrat olimpike të njëjtën gjë. Ja ku e ke Hathorin, që ishte në këtë rast një koka e perëndesës së lopës, që kjo është gjetur në muzeumin në New York, dhe këte në të djathës reale që kanë gjetur nga arkeologjia, dhe është gjetur në 1379 para erës sonë. Era jonë në këtë rast mund të konsiderohet kur Mesia u lind. Atë e shikojnë skolarët dhe të tjerë studiuesit arkeologë që masandaj shikon këtu që u ngrit ky dem me diellin në kokën e kësaj perëndesës. Dhe kjo ndodhi kur në këtë rast kur Moshe ishte lart në mal, ai zbret dhe ata tashmë kishin ndërtuar këtë Hathorin, që ishte një hyni tjetër në Egjipt, mund ta lexojmë së bashku, që ishte popullore në atë kohë, që pretendohej që her pas here si një grua me një kokë lopë, tipare të ngjashme, me brirë, dhe normal që ndoshta mund të keni parë një të ngjashme që është mësa një prej balëve që quhet një nga hynitë që mësandaj merre gjithashtu me sakrifica njerëzish që shikojmë në kohën e Babilonisë apo në vendet e caktuara, tani nuk më vjen emri në mendje, por kjo hyni mësandaj besohet ishte kjo në këtë rast perëndesha e bukurisë, sensualitetit, muzikës, vallëzimit dhe amësisë, nëna e Horusit dhe Rasë. Rusi është, shikon atë syrin masandaj your dollar bill, nëse jeni në Amerikë, në monedën $1 të kartës, shikon atë syrin masonik që ka të bëjë me adhurimin e diellit. Rusi ishte një nga hynitë, masandaj Raja ishte hynia që
është Zoti i diellit me pak fjalë. Moleku ishte prapë e ngjashme në këtë rast të gjitha hynit e asaj kohe që në këtë rast u adhuroheshin dhe Bibla e përcakton si disa prej balëve, edhe kishin emra të ndryshme në çdo territor. Tani tu Moshe zbret në këtë rast, në fakt do të ngjitesh se këtu jemi mbasi ka ndodhur gjykimi atë 23.000 ranë atë ditë kundërtuan atë idhullin vëlla motër dhe shiko sa sensibilizuese është për zemrat tona për ngritjen e diçka të tillë le fizike por dhe frymërore të padukshme në zemrat tona, sepse Ezekieli 14 flet haprazi për ato gjëra dhe mund ta shikojmë së bashku që të marrim kuptueshmërinë sipas rrjedhës që ati po më drejton në Ezekieli 14, ja ta gjejmë vargun një moment. Në Ezekieli 14 thotë vet ati po i flet profetit Jehezekiel që i thotë ki kujdes thotë sepse ka njerëz thotë që kanë ngritur masandaj idhujt në zemrat e tyre thotë dhe kanë bërë masandaj që të bien në paudhësi, në palishmëri thotë. A do të konsultohen prej tyre, thot ati? Biles, masandaj më vonë thot profetit që ata do vinë të konsultohen me ty, po ki kujdes, sepse mos ndoshta i thua në një diçka të ëmbël, të bukur, kur kanë idhujtarinë e tyre, thot, sepse do ngrihem si kundra teje, edhe do rrëzoj dhe ata të tjerë, thot. Edhe kjo është, ja, ndoshta vllai po ta sjell atë vargun më tej, thot. Por është më vonë që thot masandaj që do po, normale. Ja, po e marrim dhe të varg. Sepse është e mirë vëlla motër që të punohet zemra tonë me diçka që shkrimi thotë, me autoritetin që shkrimi na jep. Jo, unë mendoj se kjo është gjë e mirë, nuk mendoj unë e ti vëlla motër, ne duhet të shikojmë çfarë ati Jahve na thotë për të mirën tonë. Janë urdhërimet e tij, janë profetët e tij që kanë folur moralin e shëndoshë për ne që të mos në këtë rast humbasim neve në rrugët të tjera masandaj që mund të na çojnë në shkatërim. Ezekieli siç njihet, por emrat kanë ndryshuar gjatë përkthimeve. Vëlla motër, po Jehezekiel në këtë rast quhet profeti i emra hebraik, siç Mesia Jeshua ka që ti më dëgjon, vargu në këtë rast 14 që ne treshi dhe masandaj vazhdojmë poshtë, por gjashtë deri në 9. Dhe kjo është shumë kur i lexon disa shkrime, prandaj vëlla motër duhet të shpenzojmë kohë me leximin e shkrimit. Po të lexosh vetë do flasi ati për praktikën e jetën tënde, sepse ati vëlla motër do që ti të krijosh një marrëdhënie personale me te në kuptimin që të punoj thellën në zemrën tënde që ti të dish për veten tënde çfarë duhet të praktikosh. Çfarë do të praktikosh për familjen tënde, për fëmijët tënd, çfarë do lejmë, urdhrimet e tija, rrugët e tija, vëlla motër, që ata të mos ngrejnë idhujt e tyre në zemrat e tyre dhe ne të mos bëjmë të njëjtën gjë. Sepse ndryshe masandaj është pengesë përpara në jetën tonë, sepse bijem në paudhësi. Me pak fjalë palishmëria, shkelja e ligjit, para Gjoni 3:4, ose shikone Rëmakve 2:23-24, apo Psalmi 119 vargu 1. Këto janë vëlla motër, janë urtësia që ati po flet në orët e fundit. Isha këtu për momentin dhe bie dera në këtë rast në puna dhe thash se mos ndoshta ishte dikush për vizitë apo ndonjë infermiere apo diçka të tillë. Dhe shikoj nga drejtarja nuk pash një grua, thash ndoshta është dikush që mund të jetë edhe nga nuk e di, thash hap derën masandaj kush paraqitet përpara? Disa persona që kanë ngritur idhujt në zemrat e tyre. Dëshmimtarët e Judës, si quaj unë, nuk janë të Jovait, nuk ka emër Jovaj, është Jahve që shikon ti në ekran, por e kanë marrë emrin e Adonai, e kanë shtrembruar masandaj shqiptimi për ta bërë
Jehova në këtë rast, por themi haleluja, nuk themi haleluje për qenë Jehova. Gjithsesi, paraqiten këto dy gratë dhe me njërë masandaj më jep kartën në dera njëra prej tyre dhe të shkruajtur atje masandaj lajmi mirë me Jezusin dhe kthej masandaj me njërë fletën sepse di që janë të tyre të njoh dhe shikoj masandaj logon e tyre dhe me njërë fillon masandaj ekspozimi I idhujve në zemrat e tyre. Dhe I pyeta, thash, më fal, thash, mund të bëj një pyetje. Thash, cili është standardi I moralit për një shoqëri të shëndoshë, thash, për një individ, për një besimtar, siç ju jeni besimtar, thash. Ku mund ta gjejmë atë gjë? Po ja, Bibla siç thuhet zakonisht me njëherë. Okej, Bibla, thash, por më specifikisht, thash, kemi ndonjë varg, thash, për shembull, thash, po më rishte pastaj. Thash, mëkati, thash, çfarë është? Sipas përkufizimit të Biblës, thash, ka ndonjë varg specifik që ti mund të më drejtosh, thash, dhe me njëherë më drejtovi në faqja e zyrtare e internetit të tyre. Imagjino sepse janë trajnuar në atë mënyrë të drejtojnë në faqja e internetit për të futur në palishmëri. Se kur normal që do të takoj ndonjëherë në Shqipëri dhe do flasim, lutem që të dalin të shpëtohen. Dhe me njëherë më drejton masandaj në faqja, thash të lutem, ka mundësi ta heqim këtë faqen, thash Bibla, nuk thash faqja e internetit. Dhe aty vëlla motër, ti duhet të jesh pak I kujdesshëm dhe me urtësi që të mos tërhiqesh nga diçka që ata të tregojnë, sepse ti ke të vërtetën. Flas për ne të miqësisë tu dhe lutemi që masandaj të bashkohet në një vllai motër shqiptar në ecjen në urdhrimet e Atit, në të vërtetën që Mesia eci dhe praktikoi dhe ishte panjolla në atë mënyrë. Dhe thash, nuk e dinte, ngeli, më po e thesha vargu, thash specifik, thash, një besimtar ka betejë më të madhe çdo ditë, thash, me mëkatin, themi. Okej, po është një fjalë e përgjithshme. A kemi ndonjë përkufizim, thash, të ndonjë vargu të caktuar në Bibël, sepse Ati, thash, nuk na ka lënë pa ndonjë gjë të tillë që neve të marrim kuptueshmërinë, të marrim vargje dhe kështu të dimë si të ecim, thash, apo jo, të mos mëkatojmë kundra Tij. Ngeli, e kuptovi që ishte një moment shumë delikat për te, sepse nuk e priste, por ta kisha marrë në video dhe në herën tjetër do jem çik më I përgatitur sepse dola me njëherë, por dhe I thash, të lutem, shkone para Gjoni 3:4, thash. Sepse e shikoj që po vuan në mendin tim e mendoja. Shko atje, thash. Dhe filloi të lexonte. Mëkati është shkelja e ligjit. Thash. Tani, ky Mesia, thash, ky Jezusi misterios, thash, që erdhi, masandaj, erdhi që neve duhet të ecim në palishmëri, thash, që ti ma dhe këtë fletën, thash, përpara, po jo. Ngeli. Me njërë, masandaj, më drejtojnë e Mateu 22. Po ja, do ta duam Atin me gjithë zemër dhe të afërmin tonë, dhe kaq, thash unë. Atëherë, thash, mund të shkojmë në palishmëri, sepse mjafton emocionet tona, ta duam dhe kaq. Po çfarë thot, thash unë, shkrimi dhe Gjoni që citovi, thash unë, dashurinë e vërtetë dhe na dha për kufizimin biblik që çfarë është dashuria, që të zbatojmë urdhrimet e Tija, ato urdhrimet e atij ligji që Mesia nuk I shkeli. Dhe vazhdova vëlla motër se jam I mbushur me fjalën e Tija, siç ju e dini të miqësisë, por nuk më gënjen. Jo, po ti nuk po më le të flasësh, sepse po më sill, thash, gënjeshtra, si të le të flasësh kur ti thua masandaj gjëra që janë kundra shkrimit, unë do marr prej. Ti më tregove, thash, më dërgove në faqe internetit, thash, të një kulti, thash, që është krijuar që në vitet, thash, 1700-1800, thash, në New York, nga disa njerëz që ecën në palishmëri, thash, shikoj në ligjin për të rirë 13. Çfarë thotë për kufizimi I shkrimit dhe dallimi që do të kemi për një profet, mësues, pastor, ungjillo, për çdo apostull që ngrihet, për çdo person që del përpara teje, si do ta dallosh që është prej Atit apo jo? Ati nuk shkonte, në vargjet e Biblës nuk shkonte dhe filloi masandaj të fliste, po ja, po ne po e ndjekim, ja, unë po e ndjek këto principet e Biblës. Moj grua, thash, moj vajzë, të lutem, thash, ndoshta edhe kjo partnerja tënde, kolegja tënde këtu mund të ndihmojë, por ajo rrinte heshtur dhe ajo rrinte heshtur sepse po merrte nga shkrimi, nga djathtë. Vetëm po unë ndjenja në zemër, ndërkohë që flisni aksaj në të djathtë nga e majta time kishe, ajo vetëm shikonte
Po habitesh tani ky person që shfaqet më një në derë dhe fillon të citoj vargjet majtas djathtas, po e ndjenja që vetëm po penetronte, dhe ati lutem në emër të Jashuas që ta bindë thellë në zemrën e saj në emër të Jashuas, si atë dhe atë tjetër. Dhe në një moment shiko çfarë hipokrizie më së ndaj. O po tha ti beson tha tek Krishti tha. Basi unë kam pola për në qere kore, po thuaj se, ti beson, tha. Moj grua, thash, të lutem, thash, a besoj, unë jam thash shërbëtori tia, ti po më thosh, unë po jam vendosur, kam vite, thash, ti po më thua, a besoj, thash, po që po flet, thash, po unë tha nuk të kuptoj, pikërisht thash nuk në kupton sepse nuk e frymën e shenjtë të kuptosh gjëra frymërore, sepse njeriu natyror nuk I kupton gjërat frymërore, sepse janë të kuptuara frymërisht thash. Dhe kur është fryma e Antit brenda, atëre kupton gjëra që vllai po të thotë. Nuk I thash vllai, por që un po t'i them. Sepse kështu është vlla motër, sa herë që un has me njerëz që masandaj nuk kuptojnë çfarë shkrimi I paraqitet përpara, thonë nuk të kuptoj, sepse si mund të kuptohet një diçka e Biblës? Mund të kuptohet në qoftë se neve kemi frymën e shenjtë. Në qoftë se kemi një zemër të përulur. Një person që ka frymën e shenjtë di që në këtë rast Bibla është e vërtetë dhe me të ardhur Bibla vargjet fokusohet në vargjet. Jo në mendja time apo e dikujt mishore që nuk I nështrohet ligjit, urdhrimeve, që neve të jemi pa njolla. Por këto koncepte që unë po flas, unë e di që sot nuk kuptohen sepse ai pendimi që është duhet ndodhi nga shkelit e ligjit që kemi bërë, nuk ka ndodhur shumë. Nuk ka ndodhur shumë në çdo lloj denominacioni sepse këta të Jovait, të Judës, më fal, jo të Jovait, se Jahwe ka vendosur ligjin e tij të përsosur që ne të ecim kështu, ecim pa njolla, por ky grup personash janë një kult që krijohen nga njerëzit. Janë krijuar në New York, ke të tjerat grupe kulte, masandaj ke të mormonëve, masandaj quhen shenjtorët e ditës së fundit, I quhen veten, që I takova në Shqipëri dhe në Itali, masandaj biles trokitën në derën e shtëpisë të prindërve në Itali, por dhe ata morën përgjigjen, në njëjtën kohë ishin nga Amerika ata, kështu që nuk e prisnin që unë të flisnja anglisht, lutem Atit që ti të dalësh nga denominacionet e kulteve e të hidhujve që kanë krijuar ata në zemrat e tyre, sepse mëkati është shkel e ligjit, vlla motër shqiptar. Dhe shumë prej jush dëshmoni që mëkati është shkelja e ligjit dhe e ke në Bibël, por a e pranojmë Biblën sot, sepse Biblën sot nuk e pranojmë. Dhe ndëshikoj idhu që janë ngritur gjatë viteve, që na bëjnë neve të bijem në palishmëri, në paudhësi. Çfarë tha Mesia? Largoni prej meje ju që kryeni paudhësi. Dhe I thash atyre, I thash dhe I thirra në pendim, thash, sepse ti thash duhet të rigjenerohesh në zemrën tënde kur të dalosësh shkelur ligjin e Tia, siç Mesia eci pa e shkelur atë ligj, dhe beson tek Mesia I vërtetë, të thash, për të marrë dhuratën e frymës shenjtë, në atë Mesia që nuk ka anulluar ligjin, dhe kështu fillon të ecësh në rrugën e drejtësisë, jo në rrugën e paudhësisë të palishmërisë. Nëse vllai vjen për këto gjëra, por ato ko janë, do flasim, kush ka vesh do dëgjojë dhe do konvertohet dhe do largohet nga idhujt e tij apo të saj. Ja ku është shkrimi përpara. Konvertimi çfarë është? Është rigjenerimi, transformimi, që neve marrim me anë të ndalimit të bëret diçka që nuk është e pëlqyer përpara Antit. Në kohë që kemi plot idhuj kur heqim ligjin, apo jo? Sepse ikën rruga e drejtë. Dhe Ati thotë, a do të lejon veten time thotë të konsultohen prej tyre thotë? Prandaj thuaj shtëpisë së Izraelit, që në këtë rast ne jemi tani Izraeli frymëror, qytetaria e Izraelit, për ne vllamotër që kemi vendosur të mos shkelim ligjin e Tij me dashje, dhe kemi besuar tek Mesia Jeshua që nuk anullovi atë ligjin, sepse vetë tha me gojën e Tij në Mateu 5:17 dhe për te, siç flet vetë shkrimi dhe apostujt mbajtën të njëjtën karakter të dirit të lavdisë. Tani thot, kështu thotë Jahwe Zoti, konvertohuni, me pak fjalë, pendohuni, thot, largoni idhujt tuaj dhe hiqni fytyrën, thot, nga të gjitha gjërat që janë tuaja që janë të neveritshme përpara meje, thot. Sepse në qoftë se njeri çfarëdoj shtëpisë së Izraelit që beson thot tek Mesia,
apo disa të huaj që ishim neve ja ku dalin na jemi tanto. Efezianë 2 ne ishim të huaj ndaj beslidhjes të qytetarisë së Izraelit. Nuk kemi pjesë me një sjellje të një kombi, të një etnie apo të një në një fiseve të Izraelit, mundosa janë të Judës, që janë judejnë të quhen, apo në një fis tjetër të 12 fiseve të Izraelit. Ne nuk kemi pjesë me sjelljen e një personi, të një grupi. Kemi pjesë me sjelljen e atit të përsosur që na thanë Efezianët 5:1 vëlla motër. Jemi imitues të atit tonë, Jahve, Zoti që na ka krijuar në shembulltyrën e Tij, që ne të ecim dhe të marrim jetën e përjetshme. Duhet të ecim në atë ligjin e përsosur, që ti të gëzosh jetën e përjetshme, sepse Krishtu nuk mëkaton. Dhe heqim më nën mësandaj ligjin dhe marrim një Jezus të rrejmë që Bibla nuk ka thënë, ndërkohë ai Jezus i Izraelit, po ta them emrin siç ti e njeh, ai eci në ligjin e atit, në moralin e shëndoshë. Ka thotë Psalmi 119:1, qingji panjolla. Ndërkohë Psalmi 119:1 thotë që i bekuar është ai që ec panjolla, sepse ecë në ligjin e Jahve. A dëshiron ti të ecësh panjolla, sepse po ecë panjolla, merr masandaj robën që është panjolla në fundit, atë ringjalljen. Në atë ditë, në ditën e fundit, në ditën e përshtatshmërisë. Se duke ecur në shkelje të ligjit në palishmëri, largohesh prej atit. Largohesh prej meje thot ati dhe ngren masandaj idhut në zemrat e tyre që i ve përpara pengesë që të bien në palishmëri, në paudhësi, dhe nëse masandaj vjen dikush tek profeti që konsultohet me mua thot nëpërmjet atij, do të vi tek profeti thot për të marrë çfarë thot ati për këtë lloj çështje, por unë thot e di çfarë do t'i përgjigjem unë vetë thot personalisht atij personi. Nga vetja ime, thot. Unë do t'i përgjigjem. Va motër, shikoj, ky është Bibla. Që këto vargje nuk janë marrë as në kontekstin e duhur, as përpara në atë skermin tent ku shkon dhe miqson në ditën e idhullit të Zotit Ra, ditën e të diellit. Dhe vllai do t'i thotë gjëra siç janë, sepse kështu mosandaj zemra largohet nga idhujt që kemi krijuar gjatë kohës duke besuar profetë dhe mësues të rreme. Unë thot ati do ta kthej fitimin tire kundra atij njeriut dhe do ta bëj një shenjë dhe një proverb, thot, proverba e di çfarë është? Është një shembulltyrë. Thot në atë mënyrë thot do tallen njerëzit thot me të, nëse ai nuk pendohet nga shkeljet e ligjit. Dhe do ta çfaros thot në mes të popullit tim. Dhe për ta bërë këtë ati ka vendosur në ligji i përtrirë, masandaj 28, që neve të marrim urtësinë dhe pendimin tonë. Ne Levitiku 26 prap janë 5 hapat që ati vetëm troket në zemrat tona. Dhe kur troket, masandaj, kur ne nuk themi në urdhrimet e atij ligjit, masandaj fillon godet, thot. Godet, thot, 3 herë me këto gjëra. Nuk e kuptova, thot, atëherë do vi, thot, 6 herë, thot, 2 fishin, thot, sepse nuk e kuptove, thot, që do të kishe kthyer në urdhrimet e atij ligjit, thot. Dhe këtë e bëm për të mirën tonë, vëlla motër. Nuk kemi kënaqësi të flasim gjëra të tilla, por kam kënaqësi në atë ditë në jetën e përjetshme që ti ta gëzosh, duke ecur në urdhrimet e atij ligji dhe besuar tek Mesia Jashua, që ai nuk e anullovi atë ligj, sepse do të duhet për moralin e shëndoshë, që morali kemi të bëjmë me atin që të ecim në këtë rast të drejtësisht me të. Të ditur që mëkati është shkelja e ligjit. Atëherë thot do pranoni që unë thot jam Jahve, unë kam autoritetin. Por thot masandaj vjen zeri për disa që marrin tituj dhe ata që kanë të vërteta, po masandaj leri ata të tjerët ata u kuptua çfarë ati do bente me ata që mësojnë palishmërinë siç ndo sot në denominacionet, që ti duhet të dalësh dhe të bashkohesh me mbetjen e vërtetë të kishës, jo çdo emër që del masandaj në çdo territor që është kishë. Kishë duke puthur ikonat, duke lutur kafkës, ato janë kishët, duke lutur të vdekur. Dali masandaj, si delte masandaj Çako del teologu në Euronews dhe masandaj në Top Channel dhe ja të shpjegoj unë si një person është i zaptuar nga frymat e djallit, sepse ai po të djersiti, po të djersiti, do t'i flasim, do vi koha. Po në rast se profeti thotë, në rast le të mashtrohet
dhe thotë ndonjë fjalë, ai profeti do thotë ndonjë fjalë që nuk është e pëlqyeshme përpara meje, thotë, sepse ata persona kishin ngritur idhujt në zemrat e tyre, thotë ati, por ai nuk i solli në pendim që ti thoshte që konvertohuni, pendohuni, tha, që në fillim dhe hiqni idhujt tuaj që janë gjëra të neveritshme përpara Atit. Por këtë gjë ai profet, ai mësues, ai pastor, ai ungjilltar, ai apostull nuk e bëri, thotë. Dhe vazhdon më andaj, thotë, hiri mëshira, thotë, ja janë të reja dhe e citon atë gjë dhe dashuria dhe vrapojmë, pa u penduar, pa u konvertuar, pa hequr idhujt tonë, vëlla motër shqiptar, në emër të Jashuas. Unë, thotë Jahve, në këtë rast do ta bëj për vete atë profet, thotë, në kuptimin që do të ngrihem kundra dhe do ta shtri dorën pastaj kundra ti, dhe do ta shkatërroj në mes të popullit tim. Dhe atë profet, thotë, që foli një fjalë sepse e la veten të mashtrohet. Dhe kur vjen fjala mas andaj dhe për ty motër shqiptare në lejzë, jo për ne të miqësisë, kur vllai të thoshte kohë më përpara që motër shikoj gjëra sepse duke ecur në shkeljet e ligjit nuk gëzon jetën e përjetshme. Sepse ati më foli, o vlla, çfarë thua ti? Wow, sepse janë disa idhuj. Ti the wow, unë të them wow për jetën tënde të përjetshme, sepse janë disa idhuj që ke ngritur në zemrën tënde, duke mos mbajtur festat biblike, duke shkelur ligjin e Atit dhe të bëjnë ty të ecësh dhe të biesh në palishmëri, në paudhësi. Ti e di Mateun 7 çfarë Mesia tha. Ti lexon Biblën, por puna nuk ka hyrë në zemrat tona. Por të hyrë në zemrat tona do thotë që ne do ta praktikojmë. Ajo është hyrja në zemër, sepse ne mund ta dëgjojmë, por pasaj për të praktikuar ato që vllai po thotë si në miqësinë tonë dhe jashtë, pastaj jemi si njeriu që shikojmë veten në natyrë dhe harrojmë si kush ishim, pa identitet. Ndërkohë shkrimi thotë Jakovi që është një nga apostujt motër në këtë rast, ti e di që është një nga apostujt e apostullit të përsosur, Mesias Jashuas. Tani Jakovi që ishte një dishepull i tij, tha që duhet të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë dhe kështu kemi mbarësi dhe kështu nuk mëkatojmë, sepse ai dinte moralin e shëndoshë, siç dinte masandaj vllai i tij vetë që tha në Veprat 21, si tha. Tha vlla ti shikon sa mira judej, tha që kanë besuar tek Mesia dhe ecin me zell ndaj ligjit. Ata ecin me pasion, me zell ndaj ligjit, e zbatonin, sepse apostulli thotë më vonë në vargu 24 në Veprat 21 që ai ishte bindur ndaj ligjit. Este bindur ndaj ligjit, ja vllai po ta sjell në këtë rast shkrimi përpara që dhe ti ta shikosh. Tani tregojmë karakterin e Atit që shprehet në të mirën e tyre të mundshme në apostull që po ecnin bindur ndaj ligjit, sepse e dimi që apostulli vet Shaul në këtë rast në njëjtur palë, ai kishte një meditim në zemrën e tij dhe gjente kënaqësinë në Romakëve 7:22, gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit sipas njeriu të tij të brendshëm. Apo jo? Por kur vjen zeri që Ati po sjell për kombin tonë, masandaj ne nuk duam të dëgjojmë Biblën, sepse çfarë thotë Gjoni 3? Gjoni 3 thotë që masandaj na nxirret në pa sjellja jonë, vëlla motër. Sjellja jonë. Por le të shikojmë sjelljen e apostullit që ti e shikon në ekran. Apo jo? Mira shikonte në vizuar pak më përpara, mira judej që i përmbaheshin me dhell ligjit, këta kishin besuar tek Mesia. Ti vllai i tha Shaulit, e shikon tha sa vëllezër kanë besuar në Mesia dhe ecin në dhell në ligjin siç neve bëjmë, tha, sepse unë e di që ti ecën bindur ndaj ligjit, sepse ti e tregon meditimin e zemrës tënde, apo jo? Këto janë mësimet që të kanë munguar ty vëlla motër shqiptar. Flas për ju që po e dëgjoni, sepse vllai vajton për këto gjëra. Vajton që ti dhe një ditë ta gjesh kënaqësinë në ligjin e Zotit, sipas njeriu tënd të brendshëm, siç bënin apostujt, siç bëri Mesia. Shikoj në ekranin tënd. Në fakt, unë, thot apostulli, gjej kënaqësinë ku? Në ligjin e Zotit, sipas njeriu të brendshëm. Ka fjalën njeriu i brendshëm është fryma, është zemra jonë. Në zemër e kishte dhe praktikonte motër, se kështu ai nuk mëkatonte dhe ishte bindur ndaj ligjit. Ndërkohë apostulli Shaul shkroi ti, bëra llogari një ditë, ishte më shumë se
më shumë se 2/3, po të themi 2/3 e dhjatës së re, besëlidhjes së re, shkroi ti komunitetit të kishave të vërteta, apostulli Shaul, që tregon karakterin e tij. Ishte bindur ndaj ligjit. Gjente kënaqësi në ligjin e tij. Mos ndoshta e kishte anulluar, se pastaj shkojmë tek i njëjti apostull në Galatasve dhe masandaj që ishte me dy mendje apostulli Shaul, vëlla motrë shqiptar. Këtu thotë gjej kënaqësinë dhe eci bindur, pastaj Galatasve thoshte nuk ka rëndësi çfarë unë gjej kënaqësinë dhe çfarë zbatoj, por ju merreni dhe masandaj, sepse neve kemi marrë, sepse në Galatasve nuk thotë asnjë gjë kundra ligjit, po thotë diçka kundra në këtë rast që afrohen për të hyrë në beslidhje me anë të veprave. Atë po adresonte. Thotë ne hymë në beslidhje me anë të pendimit nga shkelet e ligjit dhe besim tek Jashua Mesia, thoshte. Kaq, zbato ligjin më vonë, thoshte, se kështu nuk më katon. Që ta tha hapurazi dhe miqësia që ti e shikon këtu në veprat 21, është veprat e apostujve, beslidhja e re, që drejtuesi ten duhet ta shikojë këto vargje, sepse nuk i ka parë, sepse në seminaret nuk i thonë këto gjëra. Në atë një vjeçarin apo 2 vjeçarin nuk e di, nuk i tregojnë këto gjëra, sepse i thonë që tani ti nuk duhet të ecësh bindur ndaj ligjit. I thonë tani ti duhet të ecësh duke anulluar ligjin. Kështu i thonë. Mos ndoshta kemi Biblën përpara në këtë mënyrë, sepse ta shkruaj ti vllai vargun e fundit. Apostull, ti po ecën duke anulluar ligjin, po ecën në palishmëri, vlla. Dhe unë po eci, ta ç'është kjo? Ne kemi anulluar ligjin se kështu na tha ky në këtë rast Zoti tonë Jezusi tha që eci në palishmëri, tha dhe edhe ne do bëjmë të njëjtën gjë, do ndjekim gjurmët e tij. Po kështu tha më vlla motër, po zgjoju në emër të Jashuas. Zgjoju nga gjumi i vdekjes, sepse nuk bërën këta apostujt, nuk bëri këtë Mesia Jashua dhe ati nuk tha një gjë të tillë. Por kemi identitetin e apostujve. Dhe s'kemi filluar akoma, nuk kemi filluar akoma në Shqipëri. Që ti duhet të fillosh në jetën tënde për të ecur bindur ndaj ligjit. Që populli tonë ecën në palishmëri ata që përmendin emrin e Krishtit. Ecën në palishmëri pa sabat, pa festa biblike, pa ngrënien pastër, që janë pjesë e ligjit, janë urdhrimet të mira, të drejta, të përsosura, të përjetshme. Nëse. Do vazhdojmë të gjejmë neve kënaqësinë në ligjin e Zotit. Pas njeriu tonë të brendshëm, ndjekim apostujt.